Si të largoni fryrjen e barkut dhe gazrat brenda 1 minute sipas kësaj recete? Fryrja e barkut është irrituese dhe e bezdisshme, veçanërisht nëse ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste mund të jenë simptome ndë një sëmundje të fshehur. Në kuzhinën tuaj mund të gjeni shumë receta natyrale për këto probleme dhe zgjidhje të menjëhershme. Sipas sugjerimeve të mëposhtme të Healthline, do të rëndisim recetat më të mira natyrale të cilat ju ndihmojnë kundër problemeve të gazrave dhe fryrjeve të barkut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një arsye për këtë mund të jetë çaji i energjikut. Çaji i energjikut e qetëson stomakun dhe largon fryrjen. Ai duhet të pihet në mbrëmje për të ngadalësuar trazirat e zorëve. Një filxhan çaji i shtuar çdo ditë mund të konsumohet sipas nevojës së përditshme. Ju nevojiten 7 deri në 10 gjethen energjik dhe 250 ml ujë. Nëse dëshironi, mund të shtoni mjalt ose limon. Në disa raste ju mund të shtoni gjithashtu edhe akull, dhe përfitimet që do të merrni në këto raste do të jenë të menjëhershme për organizmin, duke evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Xhenxhefili është një tjetër produkt fantastik që mund të ndihmojë kundër fryrjeve të barkut. Çaji i xhenxhefilit në kombinim me mjaltin dhe limonin është një recetë shumë e mirë kundër problemit të gazrave dhe fryrjeve të ndryshme të stomakut. Përbërësit e xhenxhefilit kanë aftësinë të qetësojnë zorrën tuaj dhe të largojnë disa nga inflamacionet e mundshme, duke siguruar kështu edhe një mbrojtje më të mirë për sistemin tretës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Mjafton të zieni 1 deri në 2 cm xhenxhefil, të grirë holl në ujë, e më pas të shtoni mjalt dhe limon dhe ta konsumoni sipas dëshirës suaj gjatë vakteve. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslëndse për sistemin tuaj tretës dhe do të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e fryrjes. Çaji i kamomilit gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj. Çaji i kamomilit është shumë i dobishëm kundër fryrjeve të ndryshme të stomakut dhe problemeve që shkakton edhe urthi. Çaji mund të shoqërohet me mjalt ose edhe me lëng limoni. Sugjerohet të këshilloheni të mos e përdorni qumshtin sepse mund të shkaktojë edhe fryrje më të mëdha. Për një filxhan çaji do nevojitet një lugë çaji me kamomil të thatë dhe 250 ml ujë. Në këto raste, përfitimet që do të merrni do të jenë gjithashtu mbreslëndse për sistemin tuaj tretës dhe do të lehtësoni gjithashtu fryrjet tuaja të stomakut. Kungulli mund të jetë një produkt fantastik shumë i rëndësishëm për dietat tuaja ditore. Shpesh fryrjet e stomakut mund të shkaktohen nga fibrat e tepërta në stomak dhe në zorë. Kungulli i verdhë është shumë i mirë kundër problemeve dhe eliminon gjithashtu edhe fryrjet. Hani një filxhan kungull të zjerë ose të pjekur gjatë vakti për të evituar kështu problemet e fryrjes dhe për të ndihmuar në një zorë më të shëndetshme dhe më efektive. Uji me limon është një produkt fantastik për sistemin tuaj tretës. Uji me limon është shumë i mirë edhe për shpërbërjen e duhur të ushqimeve. Sipas informacioneve të Healthline, uji do të pastrojë tërësisht sistemin tuaj tretës dhe do të përmirësojë gjithashtu edhe organizmin tuaj. Uji me limon mund të konsumohet sipas nevojave tuaja ditore dhe mund të japë gjithashtu rezultate të shumëpritura në sistemin tuaj tretës. Ndjekja e këtyre ritualeve her pas here sigurisht që do të jetë një nga alternativat më të çmuara për tretjen e dobët dhe gjithashtu do të përmirësojë organizmin tuaj në tërësi. Kapsllëku është një problem që prek mbi 20% të popullatës botërore. Një nga shkaqet më të zakonshme është lëvizja e dobët përmes sistemit tretës. Nëse nuk ushtroheni fare dhe nuk hani mjaftueshëm fibra gjatë gjithë ditës, atëherë gjendja juaj mund të përkeqësohet gjithmonë edhe më shumë. Ndaj në këto raste duhet të tregoheni më të kujdesshëm me atë që shtoni në dietat tuaja ditore, pasi çështja juaj mund të agravojë dhe të rëndohet ndjeshëm, duke krijuar kështu komplikacione të tretjes. Para se të drejtoheni te ilaçe të ndryshme, në ndihmë mund t'ju vinë produktet e duhura natyrale, të cilat mund t'ju japin gjithashtu një favorizim më të mirë të sistemit tuaj tretës.
Mollët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për sistemin tuaj tretës. Një mollë në ditë mban mjekun larg, dhe ky nuk është thjesht një fjalim. Fruti që ju jep 4 gram të fibrës do të ndihmojë që gjithashtu të rrisë edhe sistemin tuaj tretës. Në një studim, 80 pjesëmarrës të cilët konsumuan vazhdimisht mollë në dietën e tyre, patën një tretje më të mirë dhe efektive, duke evituar kështu edhe konstipacionin dhe problemet e rëndesës së saj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietat tuaja ditore është edhe kivi. Fruti është i njohur për veprimet e tij kundër kapsllëkut, do të stimulojë ndjeshëm sistemin tuaj tretës dhe do të përshpejtojë kështu edhe lëvizjet tuaja nga zorrët. Një studim i mëparshëm ka treguar se ky frut mund të ndalojë kapsllëkun dhe të përmirësojë gjithashtu lëvizjet tuaja të zorrëve. Fiqtë mund të jenë një përzgjedhje fantastike për sistemin tuaj tretës dhe lehtësimin e problemeve të kapsllëkut. Fiqtë e thatë në veçanti do t'i japin më shumë fibër. Mendoni se gjysma e filxhanit është e barabartë me 30% të nevojës tuaj ditore për fibra. Një studim ka treguar se 40 vullnetarë, të cilët konsumuan fiq në dietën e tyre ditore, patën një përmirësim të dukshëm të sistemit tretës, duke evituar kështu edhe rëndesat e stomakut. Ndaj, shtimi i fiqve në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të sistemit tuaj tretës. Thjerrzat, gjithashtu, janë një ndihmë e çmuar për tretjen e dobët. Ju e dini që shumica e bishtajave ndihmojnë në përmirësimin e lëvizjeve të duhura të sistemit tuaj tretës. Por tani ju mund të zbuloni se ato ju ndihmojnë të vizitoni tualetin më shpesh. Ata që konsumojnë më shumë fibra në dietën e tyre, përfshirë këtu edhe produkte të ndryshme, mund të kenë një mbrojtje më të mirë të sistemit tretës dhe të evitojnë gjithashtu problemet që shkakton konstipacioni. Kefiri është një produkt natyral, i cili asesi nuk duhet të mungojë në dietat tuaja ditore, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që ka. Qumshti fermentuar përmban probiotik, të cilët janë bakterie më të shëndetshme për zorrët. Studime të panumërta kanë treguar se kefiri është një aleat e mirë kundër kapsllëkut dhe do të kontribuojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të zorrëve. Ndaj dhe ekspertët këshillojnë konsumin e kefirit në dietat tuaja ditore si një mundësi e çmuar për lehtësimin e kapsllëkut dhe përmirësimin e lëvizjeve të zorrëve. Kapsllëku është një problem i cili kërkon vëmendjen e dur mjekësore. Nëse anashkalohet dhe lihet pas dore për një kohë të gjatë, përgatituni të merrni edhe efektet e tij negative për shëndetin tuaj. Nëse doni të çliroheni nga problemet e kapsllëkut, shtoni më shumë ujë në dietën tuaj. Uji është një laksativ i mirë nga më të mirët që ekziston, pasi ai nuk ka efekte anësore. Pirja e tij që në mëngjes herët me stomakun bosh i ndihmon zorrët tuaja të bëjnë punën e tyre më mirë. Një tjetër produkt shumë i vlefshëm që mund të shtohet lehtë në dietat tuaja ditore është gjithashtu edhe kosi. Si rregull i përgjithshëm, është mirë të qëndroni larg produkteve të qumshtit, të cilat mund të nxisin edhe problemet e kapsllëkut. Megjithatë, kosi është një nga alternativat më të çmuara ushqyese për sistemin tuaj tretës, duke mbajtur larg kështu problemet e konstipacionit dhe duke siguruar një mbrojtje më të mirë për organizmin tuaj. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese dhe konsumi i tij në bazat tuaja ditore do të jetë çelësi për një tretje më efektive dhe më të shëndetshme. Brokoli. Ulëntimet tregojnë se mosngrënia e mjaftueshme e frutave dhe perimeve ju bën të ndiheni edhe më shumë probleme të kapsllëkut. Kur kapsllëku është luftuar, brokoli është një zgjedhje e shkëlqyer që mund të shtohet vazhdimisht në dietat tuaja ditore. Kjo do ju ndihmojë që të përmirësoni lëvizjen e zorrëve dhe të evitoni gjithashtu problemet e ripërsëritjes së kapsllëkut. Fasulet e zeza janë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj, dhe si të tilla mund të konsumohen në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore. Kështu, ato do t'japin një mbrojtje më të mirë për sistemin tuaj tretës. Kumbullat. Ato përmbajnë substanca të njohura, të cilat janë laksativ natyror, të cilët do të ndihmojnë edhe në kontraktimet e muskujve.
Kumullat gjithashtu përmbajnë sorbitol, një produkt shumë i rëndësishëm që do të shërbejë si laksativ i dur për sistemin tuaj tretës dhe të evitojë gjithashtu edhe problemet që shkakton konstipacioni. Kiwi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik, çka mund të ndikojë dukshëm pozitivisht në shëndetin tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu problemet e konstipacionit. Dredhzat ose lule shtrydhe. Farat e vogla të lule shtrydheve janë atyre që i japin edhe përmbajtjen e lartë të fibrave të tretshme. Nëse nuk jeni një adhurues i lule shtrydheve, një banane e pjekur mirë do t'jetë përafërsisht në të njëjtat vlera për organizmin, çka do të ndikojë pozitivisht në sistemin tuaj tretës dhe do të evitojë gjithashtu problemet që shkakton konstipacioni. Sigurohuni të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo ndryshim të mundshëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.